Emmanuel Macron do të mbërritë njëte në Bruksel për një takim kyç të Këshillit Evropian, pa reputacionin e dikurshëm si njeriu i ideve të mëdha. Të herë do të ketë tjetër nofk, ai që u aprish festën të gjithëve. Ndërsa liderët e Bashkimit Evropian mblidhen për të hartuar plane përballë krizave ekzistenciale, nga ngritja e ekstremit të djathtë tek ndalimi i një marrëveshjeje të keqe Trump-Putin për Ukrainën, ta nuk mund të mbështeten më tek idetë madhështore të Macron. Bisedat me 10 diplomatë dhe zyrtar nga vende të ndryshme të BE-s, të cilët folën në kushte anonimiteti për diskutuar hapur fatin politik të presidentit francez, sugjerojnë se problemet e tij të brendshme dhe fokusi tek trashëgimia politike e kanë kthyer atë në një pengesë për përparimin e BE-s. Propozimi i presidentes së Komisionit Ursula von der Leyen për një mur me dronë që do të mbronte qiellin evropian nga dronët gjithnjë më të pranishëm rus, jo realist sipas Macron. Ideja e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa për të thjeshtuar procesin e antarësimit në BE duke hequr domosdoshmërinë e votës unanime, as që bëhet fjalë. Franca nuk hiq dorë nga e drejta e vetos. Të bëjmë sërish planetin tonë të madh, ndoshta një ditë. Por tani nuk është momenti për direktivën që detyron kompaninë të monitorojnë furnizuesit e tyre global për abuzime me të drejtat e njerëzit apo me mjedisin, as për objektivat klimatike për vitin 2040 për këtë punë. Së fundmi, Macron është bërë më i kujdesshëm duke refuzuar propozime që mund të provokojnë reagim të brendshëm në Francë, dhe më i ndjeshëm ndaj ideve që nuk kanë nën kontroll të plot. Franca në vend të kësaj ka përqendruar energjinë në thjeshtimin e burokracive. Këtë javë ai po shtyn për më shumë kontrolle mbi imigracionin dhe për më shumë prerje rregullash, ndërkohë që po lobon për rregulla të reja që mbajnë fëmijët larg rrjeteve sociale dhe po përpiqet të krijojë përjashtime për prodhuesit e makinave në objektivat e gjelbra. Vështirë ta quash këtë ëndrrën europiane. Macron fitoi nofkën ideatori kryesor i BE-s dhe vërshimi i tij me nisma dhe ide për reformimin e Europës, përcaktoi mandatin e tij të parë si lider në skenën botërore. Por në tetor të vitit 2025 është e qartë se politika dhe trashëgimia kanë zënë vendin kryesor në llogaritjet e Macron. Mjafton të shohësh zgjerimin. Macron ka qenë prej kohësh një përkrahës i zgjerimit të Bashkimit Evropian si mënyrë për të rritur peshën ekonomike dhe gjeopolitike të bllokut. Ai udhëhoqi krijimin e komunitetit politik evropian si një lloj dhome pritje për vendet që aspironin antarësimin në BE në vitin 2022 dhe një vit më vonë premtoi se do të sillte vendet kandidate sa më shpejt që të ishte e mundur. Nuk është çudi që aleatët e tij u befasuan nga vendimi i Francës për të kundërshtuar propozimin e Kostës të hequr veton e Viktor Orban në pjesë të procesit të antarësimit. Një figurë e rëndësishme nga grupi Renew i Macron në Parlamentin Evropian tha se kjo lëvizje ishte në kundërshtim të plot me zotimet e mëparshme të Macron. Është një gabim themelor, tha ai. Sipas një aleati të ngushtë të Macron, presidenti francez thjesht nuk ka më kapital politik për të mbështetur disa nga ambicjet e tij, sidomos ato që mund t'i japin municion euroskeptikëve dhe të djathtës ekstreme të Marine Le Pen. Nuk është momenti i dur. E djathta ekstreme na fryn në qafë, tha aleati. Çdo diskutim për Shqipërinë, malin e zi që futen në Bashkimin Evropian, është një dhuratë për Le Penin, shtoi ai, duke theksuar se fermerët francezë do të ishin të parët që do dilnin në rrugë për të protestuar hyrjen e Ukrainës, giganti bujqësor. Ndikimi në Bruksel ka qenë viktimë e kaosit në Francë, shkruan Politico. Macron ka ndryshuar 5 kryeministra në më pak se 2 vjet dhe ishte pranë kërkimit të 1/6, pasi zgjedhja e tij aktuale, Sébastien Lecornu, dha dorëheqje pas vetëm 14 orësh në detyrë. Macron më pas e riemëroi Lecornu dhe kriza u zbut, të paktën përkohësisht.